kjo luftë organizuar kundër Shamis. Islami i tillë, ky islam, ky kështu rrezik, don mos tim detajet, mos të banalizojmë mezhlisin tonë me fjalë banale të aty njerëzve të ulë që janë jashtë atij. Cilit për neve që këto sene e kanë shtyr që ta forcon tauben tek Allahu xhallahu ala. Cilën për neve që të ndodhi, lufta kundër hijabit, kjo luftë kundër Shamis. Kjo s'ka lidhje me legjas me nën, kjo luftë organizuar kundër Shamis. Çka duhet me bëni muslimane, pra, që don me bëj këtë punë? Wallahi përgjigjja më e mirë i them motrave muslimane që kanë dert me mbrojtje Shamin, e kanë dert me kon pjesë e mbrojtjes së Islamit. Wallahi billahi, nuk ka përgjigje më të mirë se me qitë Shamin kokë. Kjo është më e mira. Kjo është më e mirë se me qitë 10 herë të këmbë fol diçka aftë. Me qitë kudo kokë, përgjigjja më e mirë e jona është me tregu se na kena vendos me qenë stabil fen Allahu azza xal. Vendosmëria jon për praktikimin e fesë është përgjigjja më e mirë armiqve të Allahut azza xal. Pastaj mbi këtë vendosmëri ndërtojmë metoda të tjera. Prish punë, dalim atje, shkojmë atje, nuk prish punë. Mirë po, në qoftë se nuk ushtrojmë kësi vendosmërie dhe kësi kthimi kolektiv tek Allahu xhallahu ala. Kur e ke pa atje të thon ai se Islami është i tillë që na bën kështu. Atë ka shtike mu që natën mu falem, më thonë, o Allah, falem, se si duket për gjunahet e mija, ati është mundësu me shajt fejnë tonë. Cile e ka bu këtë punë, apën? Që kjo është ilaçi kuranor, vallahi, apën. Vallahi, nuk kanë marë gudzim ata me na shajt fejnë, veç për shkak se nejnë adopt. Nejnë adopt në apart me Allah xhallahu ala, na kena gjunahe. Për si të punë, vallahi, na me konë, si duhet. Na me konë të fort me Allah xhallahu ala. E ka dëshmu historia se sa herë janë matë me folë diçka për këtë dinë, apën.